Është koha e shegve dhe unë do t'ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. Padyshim shumë prej jush i njohin, por unë dua që t'ja u kujtoj. Ju, a përdorni sheg? A e dini se tani në periudhën e shegve duhet të paktën të përdorin për 60 ditë, 2 ose 3 kokra çdo ditë, pra çdo mëngjes? Po. Bile do t'ju them, ndonjëherë kur sezoni është më i mirë, pra që ka më shumë sheg, unë e përdor 90 ditë. Po, sepse do t'ju them tani disa sekrete që duhet të dini që si thash padyshim shumë prej jush i njohin, por unë dua t'ja u kujtoj, sepse ju dua fort. Kështu që më ndiqni me vëmendje për të mirën tuaj. Shegët reduktojnë kolesterolin. Shegët parandalojnë koagulimin e gjakut, pra parandalojnë infarktet. Por shegët rregullojnë edhe glukozën e gjak, pra insulinën. Madje shega është edhe antiinflamator. Por shega mbron edhe rrugët e gjakut, duke pastruar venat. Rregullon lëkurën, madje edhe forcon memorien. Po. Por shegët forcojnë edhe sistemin imunitar. Madje shegët forcojnë edhe potencialin seksual dhe atë hormonal. Po. Madje do t'ju them, shumë prej jush ndoshta e mbajnë mend që i mat ka qenë një mjek popullor. Dhe ai sa herë që fillonte sezoni i shegve, e konsumonte shumë. Pra ai hante 3-4 sheg në ditë. Dhe e pyesja, pse ha gjithë këto sheg? Dhe më thoshte, në sezonin e shegve duhet hash të paktën 2 apo 3 kokra në ditë. Sepse rregullon gjakun. Nga e dinte, nuk e di. Po t'ishte ende gjallë sot do ta pyesja. Por isha i vogël atëre vitet 70-80. Tani do t'ju tregoj një tjetër sekret, vërtet madhështor. Më ndiqni. Mua më mjaftojnë këto. Ha 2 ose 3 kokra çdo ditë, të paktën për 60 ditë, ndonjëherë kur ka shumë sheg, edhe 90 ditë. Po. Në bazë të disa studimeve të fundit, është vënë re se nëse do të vendosni sheg, kokër, pra të pahapur, si këto këtu, në frigorifer, për 24 orë, aktivizohen polifenolët dhe antioksidant të cilat ndihmojnë qelizat që të jetojnë më mirë dhe më gjatë. Po, pra një molekul që rregullon mitokondritet. E dëgjuat mirë. Pra shega, për mendimin tim, është vërtet thelbësore. Konsumoni shegën, ju dua fort. 2 apo 3 kokra çdo mëngjes. Janë sheg të ëmbla. Ja u bëj zili sepse duhet ta konsumoni. Sepse ju dua fort dhe dua që t'jeni mirë. Kalofshi bukur.